Zoti Merkoçi, si e lexoni takimin mes Edi Ramës dhe Alex Sorosit në jug të vendit? Do të rikthehem asaj që kam deklaruar kohë më parë, kur kam thënë që Rama është i caktuar portavoce i Sorosit në Europë, në Ballkanë dhe aq më tepër që në Shqipëri ka fuqinë më të madhe pa kuptuar e pa diskutueshme, pasi Sorosi në Shqipëri ka bazat më të mëdha, themi. Kështu që takimi me Aleksin nuk është i rastësishëm, apo një takim që do të përbëte lajm shumë të madh, pasi dihet marrëdhëniet e Ramës me Sorosin, me Kabalën, me të gjithë organizatën majtiste kudo në botë, dhe ky është një nga i vetmi përfaqësues i tyre në Europë. Kështu që flitet për shumë zhvillime të cilat po ndodhin në Europë dhe ku e majta po ndjen atë tronditjen e madhe. Çfarë po përpiqet Edi Rama në këtë rast të shpëtoj veten, të shpëtoj pra lëkurën e tij, apo po kërkon një konsensus të ri me Sorosin, apo nga ana tjetër i ka punë të mirë me to? Rama nuk ka nevojë të përpiqet të shpëtojë veten, sepse kur futesh në një organizatë, në pozicionin që ka Rama në atë organizatë, tash duke qenë përfaqësues i tyre në Europë, ai nuk ka kur ruhet, edhe nuk ka se çfarë lëkure të ruaj, por vetëm në arsye sepse ai është i deklaruar tashmë si i tillë, dhe ajo që është më e dukshmja është pjesa politike europiane dhe aq më tepër pjesa politike në Shqipëri, duke pasur parasysh edhe veprimet që po bëhen në Amerikë nga Trumpi apo republikanët, themi, dhe pjesa ku Shqipëria është futur në fokusin se është cilësuar si një nga vendet ku është droga, korrupsioni, pastrimi i parave. Kështu që ka lëvizje të ndryshme në Shqipëri dhe po mundohen Sorosi ka nxjerrë të gjithë bateritë e tij, të gjithë levat e tij i ka hedhur në treg tashmë në Shqipëri. Vetëm që mos të lejoj që të ndodhi ajo çfarë po ndodh në Gjermani, supozojmë që AfD-ja ka marrë një hovë të madh, në Francë ku Le Peni patjetër ka një arritje të dukshme. Në Shqipëri është hedhur i gjithë Sorosi në sulm, vetëm që mos të lejojnë që të ketë një të djathtë konservatore në Shqipëri. Pra, mungesën e të djathtës konservatore, këtu nuk flitet për të mbajtur pushtetin Sorosi me këta çfarë janë. Tu flitet Sorosi i ka hedhur të gjithë bateritë e tij, qoftë edhe shoqata, qoftë shoqërinë civile, qoftë partitë politike, i ka futur në konkurrencë njëri me tjetrin, vetëm që mos të ketë të djathtë, mos të ketë mundësi hapësirë, ngushticë, rrugë, kudo që të jetë për të lindur një djathtë konservatore në Shqipëri. Po si është e mundur në këtë rast që Edi Rama i ka punët vaj me presidentin amerikan Donald Trump, i ka punët vaj me Sorosin, i ka punët vaj me Erdoganin, i ka punët vaj me ç'duket me shumë lider të tjerë. Të paktën nga ajo sa shohim në publik. Atëherë, unë nuk di, përveç se me Netanyahu, Rama nuk i ka problemet mirë me asnjë nga këto që ju përmendët. Qoftë me Trumpin, sa pasi u zbulua, protesta e Tiranës zbuloi qëllimin e Ramës, kur ju ka vetë ofruar familjes Trump për t'i dhënë Zvornecin apo Sazanin apo çdo gjë në Shqipëri, vetëm për politikën e tij. Dhe kjo protestë zbuloi sepse të gjithë mediat botërore e deklaruan me zë dhe me figurë që protesta në Tiranë është kundër familjes Trump. Përsa i përket Erdoganit, ju e pat shumë mirë edhe në samitin e zhvilluar në Turqi, që nuk kishte një komunikim miqësor siç pretendohet, apo nuk kishte absolutisht asnjë lloj takimi me Erdoganin, qoftë edhe privatisht, qoftë edhe si kryeministër. Ishte një takim tepër i thjeshtë, një takim që nuk pati absolutisht asgjë, dhe do të shohim që Rama është i bllokuar nga Erdogani, megjithëse Rama bëri edhe një lëvizje duke mbyllur atë universitetin, që ishte këtu i kundërshtarit e Erdoganit, përsëri nuk mori ndonjë përkraje nga Erdogani.
Ashtu siç nuk ka marrë më për krah edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos harrojmë se kemi dje, jo më larg se dje, apo par dje ishte deklarate e Rubios, ishin deklarate të cilat nëse do lexohesh nga politika, ishin deklarate tepër politike dhe tepër diplomatike, ku përvendet, sidomos përvendet si Shqipëria, goditeshin drejt për drejt. Qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, janë vendet të cilat goditeshin nga lloj deklarate, se janë vende të cilat biles Shqipëria është primare, se është vendi i cili nuk siguron jetën e njeriu, nuk ka asnjë lloj prodhimi dhe të gjithë jetën e tij e ka mbi bazën e eksporteve dhe nuk ka import fare. Kështu që nuk ka siguri, nuk ka mbrojtje, nuk ka asgjë. Po ajo që theksote Rubio në fjalën e tij e hapte me çështjen e sigurisë jetës, pra me minimumin etik themi që përdoret në gjuhën shqipe. Që Shqipëria nuk e ka, është i vetmi vend atë që kam thënë me kohë, me vite, që Shqipëria është i vetmi vend në Europë, apo mos ndalim më përtej Europës, që nuk ka të siguruar jetën e njerëzve ashtu siç ndodh në Kushtetutën shqiptare, ku thotë shteti siguron jetën e njerëzve. Pra nuk jemi vetëm vend që nuk kemi minimum etik që sot aktualisht nëse do të vendosësh më minimali ishe me 50.000 lekë të reja. Domethënë do të ishte minimumi etik. Mirë po, këta nuk duan të vendosin për shumë arsye, është në politikën e të majtës që mos e vendosin për arsye sepse minimumi etik është baza dhe motori i zhvillimeve ekonomike dhe zhvillimit të institucioneve shtetërore. Është si puna e një makine, nëse do marrim një makinë të bukur, të re, me të gjitha parametrat, por nuk kemi çelësi për ta ndezur. Kështu është edhe minimumi etik për sa i përket ekonomisë shqiptare. Zoti Markoçi, në këtë rast, sa i përket raporteve të Edi Ramës me administratën e Donald Trump dhe në veçanti me dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, gazeta Wall Street Journal, pra një nga mediat më prestigjioze dhe më serioze në botë, kishte bërë një shkrim ku e cilësonte lidhjen e Jared Kushnerit me një gangster shqiptar në rastin e tokave në Zvërnec. Pra se si Edi Rama i kishte përfshirë dhëndrin e Trumpit në lidhje me trafikantët. Në këtë rast, a kemi të bëjmë me një lëvizje konkrete të Trumpit përmes këtij shkrimi, apo është thjesht një qëndrim i caktuar që vjen tashmë pas protestave? Jo, është qëndrimi i Trumpit, sepse ju e patë edhe në samitin e Turqisë që Trumpi nuk i hodhi as sytë Ramës, jo më ta salutonte apo ta takonte, patjetër as sytë thash nuk i hodhi. Dhe Trumpi kuptoi drejt apo marrë në përgjithësi në Amerikë kuptuan drejt që afrimi i Ramës për t'ju dhënë toka, për t'ju dhënë hapësira në Shqipëri ishte një lojë apo një kurth që Rama arriti ta futi Kushnerin. Po mos harroni edhe një gjë tjetër, atë që këtu nuk thohet, unë e kam deklaruar, por çuditërisht mediat nuk e deklarojnë apo nuk e thonë, është një letër e Kushnerit të cilin e ka bërë në 25 dhjetor të 2025, kur kërkonte pezullimin e të gjithë veprimtarive deri për një vit. Çka do të thotë që edhe vetë Kushneri ka dyshuar në atë çfarë ju është afruar në Shqipëri. Mirë po, duke qenë se Europa kishte nevojë për një betejë me Trumpin, duke pas konfliktet që kishte Europa me Trumpin për sa i përket NATO se zhvillimeve të tjera, atëherë kërkoi të zhvilloj këtë betejë, ta zhvilloj në Shqipëri dhe pikërisht me protestën që u fillua dhe vazhdon në Shqipëri. Nuk do të harrojmë në asnjë çast që këtë protestë është e financuar dhe mirë organizuar nga Europa, e stisur mjaft mirë nga Europa, dhe po të shifti të gjithë të majtet europianës e pranojnë dhe e përkrajnë protestën. Kanë ardhur deputet majtist komunist në protest, kanë folur, në ato protest mund të flasësh çdo gjë, njerëzit mund të thonë çdo gjë, e gjitha protestet shkon kundër politikës amerikane, por kundër Trumpit,
dhe kjo protestë çuditërisht vazhdon të trumbetohet nëpër mediat e ndryshme të Europës sidomos, po edhe në Amerikë, si një aferë e familjes Trump që po vjedh trokat në Shqipëri. Dhe fushata që ka filluar në Amerikë, pikërisht nga demokratët, fillon me fjalimi i tyre fillon me frazën Trumpi po vjedh pronët në Shqipëri. Në të njëjtën kohë që amerikanët nuk e dinë se ku bie Shqipëria, po s'ka rëndësi kjo, po në këtë lloj grade jemi, domethënë ku e gjithë majtat planetash, e gjithë majtash futur në sulm, e gjithë dhe Sorosi pikërisht për këtë punë ndoshta do ketë ardhur, sepse thash ka futur të gjithë kaladat e tij, ka futur në luftë, them në thonjza apo në konkurrencë me njëri tjetrin, qoftë edhe tek protestat, edhe protesta, po ta shohësh, protesta është e stisur nga majtistët, nuk është një protestë sepse nuk ka absolutisht asnjë kërkesë ekonomike e cili do t'i vlente popullit. Nëse do ishte një protestë për të rrëzuar Ramën, kërkesa e parë duhet ishte vendosja minimumit jetik. Kërkesa tjetër duhet ishte për bujqësinë. Kërkesa tjetër duhet ishte për naftën. Kërkesa tjetër duhet ishte për energjinë, për çmimet. Këtu nuk kemi asnjë lloj kërkese, kemi vetëm kërkesa politike, të cilat i konvergon partive politike, dhe sidomos partive të reja të cilat ndodhin protestë dhe janë të pranishme gjatë gjithë kohës në protestë, qoftë Llapa, Qori, Agon Sheaj, janë patjetër që janë edhe këto shoqëria civile, që patjetër është organizata Sorosit në lojë. Po pra, pikërisht në këtë rast, kush po ja bën protestën Edi Ramës, pra, kush po ngrihet kundër Edi Ramës, janë element të Sorosit, janë element të partive europiane? Unë kam deklaruar që shumë fillim që kjo nuk është protestë kundër Ramës, se në do të ishte protestë kundër Ramës, duhet të ishim kërkesa ekonomike. Me kërkesa politike Rama nuk rrëzohet. Unë thash Sorosi, dhe kur themi Sorosi, edhe të majtët europian që e stisën këtë lloj proteste dhe financuan këtë lloj proteste, t'jeni të bindur që këta duan që të zënë, unë ja u shpjegova pak më parë, të zënë çdo rrugë për një krijim apo një dalje të një të djathte. Duke qenë se në Shqipëri mungon për 35 vjet ka munguar e djatha. E djatha në Shqipëri është kamufluar, nuk ka qenë asnjëherë reale, nuk ka qenë një djathtë konservator asnjëherë. Por është kamufluar me Partia Demokratike për shembull, ka quajtur veten gjithmonë të djathtë, në një kohë që s'ka qenë asnjëherë djathtë. Gjithmonë ka luajtur politikat e të majtës. Por është vetë quajtur e djathtë, siç ka shumë njerëz të cilët dalin kundër Sorosit, kanë qenë ke Sorosi, janë mirë paguar nga Sorosi, janë nga Sorosi, dhe dalin shajnë Sorosin vetëm për të bërë besueshëm.